kjo vizitë mbrapa vetes e të sjellë edhe donacionin të cilin na ka ofruar operatori ekonomik IPCO dhe një donacion që ka vlerën rreth 20.000 euro dhe i cili drejt për drejt ka ndikuar në përmirësimin e kushteve të kolegëve tonë në shërbimin e zjarrfiqes dhe shpëtimit. Ju e dini që ky shërbim punon 24 orë, përveç asaj sigurisht që duhet t'i ofrojmë kushte sa më komude që të njihen rehat dhe të jenë të kushtueshëm, sepse punohet edhe natën, nuk është një orar ditor që punohet 8 orë dhe në ora 4 mbyllet të shkon në shtëpi. Mirë po këtu punohet 24 orë, andaj e vlerësojmë shumë dhe falenderojmë sigurisht operatorin IPCO e konkretisht drejtorin Andres për krejt interesimin dhe krejt personelin e IPCO që e marrë intensivisht në realizimin e këtij donacioni. Edhe drejtoreshën patjetër që e falenderojnë dhe krejt personelin e IPCO-s për këtë donacion të cilin e kanë dhënë. Faleminderit shumë, drejtor. Faleminderit, nderuar vëllezër, nderuar zonja Shika, nderuar komandant. Faleminderit shumë media të nderuara me këtë rast. Dëshirojmë të falenderojmë panelit si një lider telekomunikimit në Kosovë, për një donacion jashtëzakonisht shumë të vlefshëm për brigadën profesionale të zjarrfisë për qytetin. Mendojmë që me rritjen e sigurisë në qytet, me rritjen e kapacitetit jo vetëm të brigadës profesionale të zjarrfisë, por gjithë shërbimet të sigurisë në qytet, rritet edhe mundësia e investimit, rritet edhe mundësia edhe hapet edhe mundësi për investime dhe për rritjet e biznesit, që është një prej kushte për një zhvillim më të gjatë dhe më kredibil të qytetit, dhe ne falenderojmë në përgatishmërinë, ne do të qëndrojmë mbrapa edhe para kompanive që janë në qytet, që operojnë në qytet, që ofrojmë siguri, që ofrojmë ndihmë, por kjo është edhe të them një rrugë dy kohore dhe edhe në takimin që kemi pasur më herët, IPCO ka shprehur dëshmërinë që të jetë pranë nesh, që të na ofrojnë ndihmë, që të na ofrojnë mbështetje në projekt të ardhme që kryeqyteti dhe brigada profesionale e krizës po dhe institucionet tjera të sigurisë në kryeqytet kanë, që të krijojmë një ambient më të sigurt dhe më të mirë për jo vetëm për qytetin, por edhe për biznesin. Donacionet e tilla asaj kontribuojnë qytetit dhe janë lehtësim juve si menaxhuesi drejtorinë në kombërinë. Jashtëzakonisht shumë, ne përveç se kemi investuar një shumë të madhe në 3 vitet e fundit si kryeqytet mbi 3 milionë euro në ngritjen e kapaciteteve, por çdo donacion, në këtë rast edhe donacioni IPCO-s jashtëzakonisht shumë ndihmon jo vetëm në aspektin operativ, por në aspektin aspektin njerëzor të ndihmës që brigada profesionale e zjarrfisë ka nevojë për gjithë ato shërbime, po gjithë ato kushte që të krijohen të kenë një punë më të lehtë, po edhe një qëndrim më të lehtë, qëndrim ditor dhe gjatë natës në ambientet ku operojnë dhe realisht jetojnë dhe kalojnë një pjesë të madhe të kohës. Kështu që edhe një herë është një ndihmë jashtëzakonisht shumë e madhe dhe ne falenderojmë jashtëzakonisht për IPCO-n dhe mendoj që do të vazhdojmë edhe me këtë bashkëpunim dhe me projekte tjera që na presin. Donacioni i qysha të më dhe më herët përfshin se janë të koncentruar në përmirësimin e kushteve. Për shembull, janë të rregulluara të gjitha qytetet ose se duhet qëndrimin në kujdesarin ditore, natën e kuzhina është vendosur krejtësisht e re dhe ka kushte shumë të mira. Pjesa e kuzhinës specifike ku është pavarësia ose tryeza, karikat për ushqim të zyret administrative ku në ditore e juni administrative të gjitha të rregulluara janë me tavolina të reja, me karika të reja, gjithashtu kemi edhe 5 kompjuter të ri të cilët janë ofruar nga operatori i IPCO-s, po gjithçka që është bën që ky donacion ka vlerën ndoshta edhe mbi 20.000 euro, janë krejtësisht të orientuar në përmirësimin e kushteve të punës. Pra, ka pajisje për operim në terren, mirë po janë ofruar kushte që sigurisht janë edhe elementare mas pari që kemi kushtet e punës në vendin e punës, e mas ne të jemi të gatshëm për operuar në operacion të
ndryshu krejt konkret edhe pomjen, edhe